Kush është madhështoria? E pyetën Imam Aliun, paqja qoftë mbi të, kush janë ushtarët më madhështor të Allahut? Ai tha: hodha vështrimin tek hekuri, dhe pas që ai është madhështori. Pastaj hodha shikimin ka zjarrit, dhe pas që ai e shkrin hekurin. Unë thash që zjarri është më madhështori. Më pas pash që zjarrin e fiku uji, dhe thash që uji është më madhështor. Më pas shikova ret që mbartnin ujin, dhe thash që ret janë më madhështore. Pastaj pash që era i shtynte ret, dhe thash që ret janë më madhështore. Pastaj vështrova malet, dhe pash që ato e pengojnë erën, dhe thash që malet janë më madhështorët. Pastaj vështrova njeriun, dhe pash që ai qëndronte mbi mal dhe po e gdhente atë. Atëhere thash që njeriu është më madhështori. Më pas mendova se çfarë është ajo që e mposh njeriun, dhe ai ishte gjumi. Unë thash që gjumi është më madhështori. Pastaj gjeta se problemet dhe stresi e largojnë gjumin, prandaj thash që ato janë më madhështore. Pastaj mendova dhe gjeta se vendi i problemeve dhe i stresit janë zemra, dhe thash që zemra është më madhështoria, dhe se kjo zemër nuk qetësohet vetëse me përmendjen e Allahut. Për këtë thash që përmendja e Allahut është më madhështoria tek Allahu, sepse Allahu i madhëruar thot: ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve kur përmendet Allahu qetësohen. Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Prandaj, mos e harro përmendjen e Allahut.